beteja vështërsohet tmerrsisht, se jep argumentin që nuk është një betej për parime ideale dhe vlera, por një betej për karrige. Ne tani kemi çdo të drejtë t'i kthejmë betejës gjerë në fitoren tonë të plot. Dhe ju garantoj që sot jem më i motivuar se kur në këtë betejë. Unë, i dashur mik, e kam ditur dhe e kam thënë me 10 herë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. E kam deklaruar këtë me 10-100 herë para zgjedhjeve. Por ajo që na mungonte pikërisht dokumenti ligjor, kombëtar dhe ndërkombëtar i dhunimit të zgjedhjeve. Tani është gjithçka në guximin ton, në vullnetin ton, në përkushtimin ton. Jani Pero, doktor, mendoni se drejtësia do arrijë te Rama me zgjedhjen e kreut të ri të SPAK? Asnjë ndryshim nuk bën. Sepse Rama mbylli me licencën që mori në gjykatë kushtetuese, Rama mbylli çdo mundësi që ai, familja e tij, ministrat e tij të mund të penalizohen për vjedhjet që bëjnë. Na përket ne dhe vetëm ne. Duhet ta pranojmë një fakt, duhet pranojmë se prokurori që kërkoi pezullimin foli me gjuhën e ligjit. Nuk u tërhoq para kërcënimit që i bëri Luis Balluku, bandat e saj, para kërcënimit soft të Altin Dumanit, para telefonatës kriminale të Edi Ramës. Nuk u tërhoq. Por ky akt i tij u zerrua. Po ky akt ama fton çdo qytetar të ngrihet për të mbrojtur jo ligjin thjesht, jo kushtetutën thjesht, për të mbrojtur interesin e tij personal, për të parandaluar vjedhjen e të mërshme që po bën kjo qeveri. Çfarë prisni nga vendimi i gjykatës kushtetuese më 22 janar për Belinda Ballukun? E mor vendimin. Vendimi me 22 janar duhet ishte për masën e sigurisë, po masa e sigurisë u hoq. Pra, është vendim post-mortem. Pas vdekjes s'ka më asnjë vlerë. Edi Rama fitoi. Pariti. Janë derdhë shuma kolosale, është bërë gjithçka. Pasi mori licencën, lexoni si sulmonte sot me egërsinë më të madhe sistemin, shoqata, dhe duhet bëj një sqarim për mashtrimin e tij pa skrupull. U thot qytetarëve se duhen me çekiç të thyen arkën e buxhetit të shtetit pse e kanë paditur. Jo, është gënjeshtër. Është Edi Rama shkaku i saj, sepse i ka caktuar Altin Dumanit në kundërshtim me parimin e me parimet kushtetuese, me ligjet. Një rrogë që nuk e merr kush në Ballkan. 7.300 euro. Kryegjykatësit të lartë dhe kryegjykatësit gjykatës kushtetuese, një rrogë shumë më të ulë se ai. Po, pra çfarë kërkojnë gjykatësi? Kërkojnë atë që ka parim kushtetuta, proporcionalitetin. Se nëse ti i jep prokurorit jo të përgjithshmit, as ati s'mund t'i japësh këtë.
po prokurorit special 7.300 euro rrogë për të mbyllur dosjet e familjes tij, të gjithë ata kanë të drejtë të shkojnë në gjykat, kërkojnë proporcionalitet, ata kanë kërkuar proporcionalitet në gjykat. Kjo ka krijuar Edi Rama. Ata kërkojnë barazim që u takon me ligj të paguhet për një prokuror special. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë në krye të piramidës sistemi i drejtësisë vendoset një prokuror. Arsen Hoxha nuk e kishte këtë. Jo. I kishte të tmerrshëm prokuror, i kishte xhelat, i kishte po. Nuk ishte ata në krye të piramidës. Në krye të piramidës ishte kryegjykatësi. Ervin Tafa, përshëndetje, a do të ketë dorëzim mandatesh nga deputetët që firmosën kandidaturën e Shabanit, avokat popullit, apo të largohemi ne nga Partia Demokratike? Nuk besoj se justifikohet. Pse? Së pari, ato firma unë theksova, janë gabim dhe apologjia dhe ndjesa është akti i merituar në këtë rast. Por ato firma u vendosën në një klim kur u krijuar një lloj koalicioni për kandidatin e Tiranës. Ato firma u tërhoqen me firmë. Ju do kishtë të drejtë të mbani revoltën tuaj në qoftë se ata firmatarë nuk kanë firmosur për tërheqjen e firmave të tyre. Kështu që e pranoj kritikën, por jo idenë që të largohesh nga Partia Demokratike për këtë gabim. Se kjo do ishte një lehtësim për Edi Ramën, një luftar me pak. Edi Rama e emroi Endri Shabanin, prokuror pa firma, s'është e vërtet, po u tërhoq firma është tërhequr. Dhe firma mund të tërhiqej edhe në parlament në momentin e votimit. Firma është propozim. Firma është propozim, nuk është vot. Syl Islamaj. Doktor, ju po bëni një punë të jashtëzakonshme në të gjitha drejtimet për ndryshimin e kësaj gjendje katastrofale që mund ta quajmë. Ama strukturat e tjera nuk janë në sinkron me ju. Kur do të vihen në eficiencë strukturat e në veçanti seksioni Siçelis e organizimit të Partisë Demokratike, pa funksionim të seksioneve është shumë e vështirë fitoria. Jam shumë dakord me ju Syl. Problem, pa diskutim që problemi organizimi është një problem kyç themelor i Partisë Demokratike. Por, në të gjithë ta qarqet, janë krijuar grupe dhe janë shpërndarë dhe ka nisur puna. Punë e cila do të vazhdoj gjerë në riorganizimin e plot, gjerë në analizën dhe organizimin e Partisë Demokratike. Pra, në qoftë se do të më pyesje unë shpalla cili do jetë misioni, por cili do jetë për partinë brenda saj detyra kryesore, organizimi. Dhe një organizim me dy qëllime. Së pari, një organizim që i përshtatet realitetit të krijuar nga ndryshimet e shumanshme gjatë këtyre dekadave. Së dyti, një organizim që synon përtritjen dhe angazhimin e vlerave të reja në Parti Demokratike. Dy pyetjet e fundit. Meri Lika, përshëndetje, kush u dha urdhrin deputetëve që të firmosnin kandidaturën e Endri Shabanit? Kandidatura e Endri Shabanit nuk është firmosur me urdhër. Për këtë ju garantoj, nuk ka patur një urdhër nga drejtues të Partisë Demokratike që të firmosin.
firmosja e saj ka ardhur në kontekstin e krijuar të klimës së krijuar nga bashkëpunimi për Bashkinë e Tiranës. Pastaj ka patur më shumë të interesuar, ka patur më pak të interesuar, ka patur që kanë refuzuar, të gjitha këto janë reale. Por asnjë urdhër nuk ka patur që të firmoset Enri Shabani. Ndaj dhe kjo është e vërteta për te. Por edhe njerë, Meri, firmat ishin gabim, akti nxitur, ndaj dhe ndjesa publike, kurse zgjedhja e tij nuk ka asnjë lidhje me firmat, sepse firmat ishin tërhequr. Nëse sigurisht Edi Rama përdori si pretekst për të mashtruar qytetarët, por qytetarët që duhet ta dinë se firmat ishin tërhequr po me firmë. Pyetja e fundit, Alban Marko. Zoti Berisha, përshëndetje. Të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Pyetja ime është, Partia Demokratike ka patur pushtetin në drejtimin tuaj. Përse nuk miratuar ligjin e dekomunistizimit me qëllim që pjella e Partisë së Punës dhe gjakpirësit e sotshëm mos të merrnin pjesë në vendimarrje ligjvënës apo aq më keq në drejtim të vendit? Ju faleminderit. Ju falenderoj për pyetjen. Kjo ka pak histori. Në vitin 94 ne kemi miratuar ligjin që nxjerrim jashtë ligji Partinë Komuniste, miratuam ligjin e lustracionit që nxjerrim jashtë administratës publike të gjithë ish bashkëpunëtorët, oficerët dhe nomenklaturën e diktaturës komuniste, e sigurimit shtetit dhe nomenklaturën e diktaturës komuniste. Ky ishte ligji i lustracionit. Me dekret hoqem të gjithë titujt dekoratat ndryshe krejtësisht nga çpërsëritet, por është dekretin në fuqi, për Hitlerin e popullit shqiptar të pas luftës Enver Hoxhën dhe nomenklaturën e tij kryesore. Ardhja socialiste në 97-ën përveç kësaj, ne jemi vendi i parë se ligji lustracioni kishte edhe Çekoslovakia. Çekia më vonë, se u nda, po pati e bëri presidenti Havel. Por ne jemi vendi i parë në vendet ish komuniste, që miratuam ligjin e dënimit genocidit komunist. Ligj që i jepte të drejtën çdo të persekuturi të ndiqte penalisht persekutorin e tij. Konkretisht, familjet e të persekutorëve mund të ndiqnin persekutorët e familjarëve të tyre. Të gjitha këto u anulluan, përveç ligjit kundër genocidit që nuk u anulluan, po u modifikuan, nga ardhja socialistëve në pushtet në vitin 1997. Përsëri në vitin 2006, ne sollëm në parlament dhe miratuam ligjin e lustracionit, por këtë ligj erëzoi gjykata kushtetuese mbasi 5 gjyqtar nuk duhet ishin aty për shkak të shkurës tyre. Kjo është historiku i betejës tonë për dekomunistizimin. Sot Shqipëria është në duart e një njeriu i cili në vitet 90 bënte radikalin, por sot kur i thuhet të kërkoj ndjes për t'jatin që i firmosi për varrin e Afzinelës, jo që s'kërkon ndjes, po thot se ai qëndroi në anën e drejtë të historisë. Jati i tij. Në anën e drejtë të historisë, domethënë në anën e atyre që firmosën varjet njerëzve të pafajshëm. Në fakt,
tregon se parimet që zbatonin etrit e tij janë të drejta dhe në histori mbetën të drejta në kohë kur ato janë parimet çnjerëzore, genocidale, por për hir vërtet do të themi se po krye një genocid shumë herë më gjigant se sa genocidi komunist i Enver Hoxhës. Ka larguar nga Shqipëria për kushtet llogaritura vetëm në hapësirën e Bashkimit Evropian 1.1 milion shqiptar në 10 vite dhe ka bërë që shqiptarët sot të kenë atë lindshmëri që kanë patur 100 vite më parë. Pra, në këtë rrafshin e materjes e lëndës e kombëtare, Edi Rama është armiku më i egër i shqiptarëve. Sikundër në qëndrimet e tij ndaj Kosovës, Edi Rama të i kalon të gjithë të tjerët, ndonjëherë edhe vetë Aleksandar Vučićin, dhe mund e kanë krahasuar me të drejtë me Panićin, kryeministrin e ultranacionalizmit serb. Për ta mbyllur këtë bisedë, ju falenderoj me shumë mirënjohje, ju që e ndoqët dhe ju që do ta ndiqni në rrjetet sociale. Dhe ju ftoj që me data 22 dhjetor tjetë fillimi ynë i fuqishëm, tjetë dita jonë në të cilën ne nisim një betejë që nuk duhet ta ndalim kur gjerë në rifitimin e të drejtës së votës së lirë, fitoren e Partisë Demokratike, qeverinë teknike dhe fitoren e Partisë Demokratike. Faleminderit. Ndoqëm komunikimin e Zotit Berisha në rrjetet sociale, komunikimin që e ka të përjavshëm me qytetarët pyetje përgjigje, teksa në këto momente do të shkojmë në publicitet.